Përshëndetje. Nga dollapi jon këtu në Athinë, po I vjedh skenat motrës time tani këtë periudhë që kam erdhur. Sot është një ditë e shtunë. Është drek, idealisht do të kisha filluar këtë vlogun që në mëngjes, por motra ime po bën edit, kështu që un po pres të mbaroj që të mundemi të bëjmë diçka e t'ju tregoj. Mëngjesin tim e kam filluar sot duke takuar një shoqe të re. Është ndjekse, jemi njohur kështu online, kështu që filluam të njihemi pak më mirë. Tani që erdha në Greqi duke qenë që jeton edhe ajo atje. Dhe sot dolëm e ja kalova vërtet shumë bukur edhe është kënaqësi të njoh njerëz kaq të mrekullueshëm nga afër. Edhe bile supozoheshe që motra ime do rinte në shtëpi të editonte, por unë humba autobusin, kështu që mora Elanën në telefon e I thash motra duhet të më çosh. Pastaj tha motra, do rri të më pi një kafe, I thash hajde rri ti të pi një kafe. Edhe kështu e shtyvëm ditën, I vonuam punën që kishim për të bërë për Skype. Po pres të kthehet edhe mami, se më tha nga ora 3 do vi në shtëpi. Unë këto ditë çam këtë vetëm një gjë që po bëja është të ha. Hangra edhe pastiçe. Si vdes për pastiçen, më pëlqen shumë beshameli që ka. E pastaj pash Elanën që pante kuluri, një si tip buke le të themi me djath. E thash, do edhe unë, kështu që ngrajte një kuluri, e tani po më pëlqet barku. Them të vërtetën nga ushqimi tepër që kam ngrajtur. Endja. Këto ditë që jam këtu, luaj gjithë ditën me këtë. Nuk e di po ju kanë dalë videot në TikTok që rin njerëzit e bëjnë ASMR me squishy. Po janë nga të preferuarat e mia, edhe më janë plotësuar të gjitha ëndrat me këtë gjën këtu. Duhet të blej edhe unë të mbaj në shtëpinë time dollalliçka të këtilla. Plu. Te erdhi ora e gjumet. Jore, Miriam. Ora ka vajtur 3 pa një çerek. Jam vonuar. Ke një çerek akoma, të shikosh TikTok, E pastaj të flesh. Motra mundesh po do, për shembull, të çohesh, të lyesh pak e të fillosh të filmosh ndonjë TikTok, kështu ta bësh produktive ditën. Thua që bëra content sot. E ç'a TikTok-u të filmoj? Ç'a duash të gjej? Po s'dua unë gjë. Të them që u zoom nesër. Nesër e disa u zoom nesër. U zoom dietesh, the. Po ku zoom uzure vet? Po u zoom. Ti uzure. Po ti e kishe fajin. Jo. Po. Jo, nuk bëra asgjë. Po ti e kishe fajin. Ja the njerëz se pse u zoom. Se kështu. Po ta mbajti pra se nuk je person I mirë. Pse ja thoj fakt, po ta mbajti. Jo, ti thoje. Po pajtuam pastaj në darkë. Po u them u përqof. E dini si pajtojmë unë me Elanën, duke bullizuar njerëzit e tjerë. Ashtu pajtuam me traumat e familjes time. Po, se motra dje kishte vajtur nga tezja, I dhe mbledhur të gjitha, më thoshte pastaj histori. Që thoshim, në tavolinë ishin shumë fani, po nuk dua të bëj expose familje. Dhe ishin shumë bukur. Po do ishin realisht një content fantastik. Duhet të vëmë një kamerë të fshehur edhe pastaj thjesht ta postojmë, të mos pyesim asnjëri. Po, e vërtet. Po të mësonit të gjithë të vërtetën, me shumë mundësi do hanim cancel. Ne pse? Po si kanal, domethënë nuk do banonte YouTube-i. Do dilte shumë drama. E vërtet. Doni të bëjmë story time në TikTok. Po do bëjmë sikur nuk janë familjar ton. Do themi që një shok I shokut, po ju duhet ta kuptoni me njëherë që janë familjar ton, thjesht nuk do I themi. Jo tesura, ti të kam thënë. Lava! La qenësh. Je dukesh. Është e imja. Që është e joti është edhe imja. Nga kur? Që atërë unë kur na ka rritur I njëjti bark. Kur na ka... E din që fëmia I madh le të barku I mamit DNA-n e vet edhe fëmia I dytë merr DNA edhe nga merr edhe nga DNA-ja I fëmisë të madh. Do me thënë ti më ke shkatruar jetën. Unë të kam bërë kaq të mirë sa je. Po. Kam bërë alamet goce je. Alamet burë. Nonchalant fare je. Motra jemi alamet bura të dyja. E vërtet. Unë shpresoj kur të bësh ti fëmijë, të bësh fëmijë jo gocë. E them për shaka këto. Këto ishin mendimet e shqiptarëve dikur. Çunat ishin fëmijë, gocat ishin goca. Po ashtu ishte dikur. Pastaj na pyesim pse ekziston feminizmi. Ç'a kemi ne shumë për bukurin të zotit. Nuk ishit kaq vite që nuk flisnin. Pse flis? Po mos flisnin s'do ekzistonte feminizmi. Po, ç'a keni ju? Veçankojnë grindeni Ne bo. shumë mirë. Histerike. Tani pse më mori lodrën time? Paloja për bukurit zotit para se të vish. Por E ria. di që, derisa të vish ti këtu, e ta gjesh të sirtar, unë e kisha haruar që ekzistonte. E di. Po tani që më kujtove dua të luaj. Kalamani keq. Të marr një të tillë për ditëlindje. Jo, më merr shumë, kam
listë me ato squishy që dua, edhe do filloj do bëj video TikTok me squishies. Nga 1 euro njëra do të marr 10. E po unë dua ato që janë të vërteta. Sa janë ato? 3 euro. 20 euro. Po ato Nido, ato do të marr një. Super buxhet. Po çfarë do ti? Nuk të mjaftojnë të mora cheese me Gucci për ditëlindjen tënde. Po mirë, tani po themi për ditëlindjen tjetër, do të ketë kaluar një vit. Ditëlindjen time do marrësh Gucci ato si keti. Jo, se di ku të çoj. Mirë, do më japsh ato që të mora. Jo, motra, për ditëlindjen tënde do të bëj dhuratë edhe unë deri 20 euro, po të njëjtin buxhet. Me këtë jetë çarmer je, duhet ta mësosh herët. Po ti je motra e madhe, duhet të më bësh dhurata më të mira. Motra madhe jam, nuk jam budallaçkë. Jo, motrat mëdha bëjnë kështu. Çfarë? Je 30 vjeç, duhet ta kishe, tani duhet të ishe milionere te kokaime. Po edhe te hipja po si ja. Nuk funksionoi ky plan. Po shkoj me planin B tani. Kush është plani B? Ti të bledhur atë 20 euro. Që ti kursej të tjerat e të bëj milionere deri në moshën 40. Unë shpresoj një ditë të bësh milionere që të mos kem nevojë të punoj më. Pas kemi të njëjtin plan, dikush erdhi. Ma, ba, do flesh gjumë. Larg qof. E si ka mundësi të flesh gjithë ditën gjumë e prap të ishe lodhur si person? Jam në 8:30. 8:30? Po. Wow. Nuk fjeta mirë dje dark që i ke ti, nga nervat që kishe me mua, nuk fjete me mua. Unë pastaj u zgjova e pash që isha atje, më zinte gjumi drejta e nga mërzia. Unë thjesht i ka dje dark në sallon fjeta vetë se nuk mundem të flem me motrën time. Se ndiem që dua space. Nuk mundem t'i hap këmbët duart. Doni të bëjmë një gjë se sot thoshim të shkonim të flinim në plazh, po nuk do realizohet edhe kjo gjë. Të marrim tendat, të shkojmë të flim në Tarac. Ta bëjmë kështu romantik, ta bëjmë estetik. Të bëjmë Mr Beast 24 orë në Tarac. Super ide. Ose 24 orë në makinë. Në makinë edhe pa air kondicioner. Që të vdesëm. Po, je sigur që do vdesëm. Ashtu do të bëj. Po. Miau. Unë duhet bëj editim. E po hik pra drejt. Bëra 10 minuta vlog. Rofsh, zoti trut. Si përfundim nuk u shtriva të flej gjumë, sepse do shkojmë të marrë mamin nga puna. Edhe duke qenë që nuk po gjeja syzet e mia, gjeta këto të David, i mora, sepse rëndësi nuk ka bukuria. Rëndësi ka mos na dalë rrudha. Okej. Rrudha. Trajime nuk fjeti tani, po do flej sa të kthehemi në shtëpi. E po ç'o do bëj? Do meditoj. Mirë se na erdhe. Ketula u lodhe. Do të shlodhën goca. U kthevëm neve në shtëpi. E futëm familjarisht pak gjumin, se unë gjumin mos mendonin që kam kshu. E kam mësuar, kam trashëgimi thuaj se gjumin e drekës është rutina e familjes AK. Dhe ta babi, doni të shkojmë të blejmë fruta, gjëra në supermarket që të marrëm me vete nesër, sepse nesër do ikum në plazh, do ikum në plazh si dikur që iknim të gjithë tezet, daja, kushurinjt njërin tjetrin. Ata që munden të paktën që nuk punojnë. Nuk e di kur kemi vajtur të gjithë bashkë për herë të fundit në plazh, nuk mbajt mend. Dhe i thashun babit ore, shumë të drejti ne të shkojmë. Kush është problemi? Kishim vajtur një ditë brenda javës, kryesisht të blej mami Dysonin, blevi fshesën e re. Mos keni parë videon e Lianës, do të shkoni ta shikonin. Ju bën unboxing, ju tregon modelin e të gjitha. Dhe 30 minutat e fundit kishim kohë të hyjmë edhe në dyqanin. E neve aq që na duhet. 30 minuta. Unë i kam Zara, mami vajti te Bershka. E më thot, ka këtu fustanin që ka edhe motra, e kishte bler edhe Eliana këto kohë, e do të ta marr. E i thash ma merr, po i kërkova numrin extra small. Hallesh unë nuk e provova. Është fustan realisht shumë i bukur. Kanë dalë tani në mod këto, shumë 2000s, si prerje në përgjithësi. Edhe gjithmonë kur i shoh në të përdorur ato ka numrin tim i ble. Ato kryesisht janë atlas ose viskoza. E mori mami kur erdha në shtëpi provova, unë marrinte ngushtë, jo që nuk më bënte, po tepër shumë ngushtë. Edhe nuk jam edhe shumë e sigurt po më pëlqen si për trupin tim. Normalisht është model që do duhej të marrinte mirë, por nuk jam e bindur që më shkonojnë shumë, ose mbase se ja kam parë Leanës, e shur edhe shkon tepër shumë, nuk më mbush shumë mendjen tani te vetja. Maybe. Por duhet të shkojmë të ndrojmë, i thash babit una. Të shkojmë të bëjmë këtë. Por në atë gjysmore, isha në Zara, gjeta këto pantallona, edhe i mora. Kjo ngjyra mustardës këtu. Edhe janë partikolare te pjesa poshtë. Për mua këto pantallonat janë Aladdin pants. Kanë një lidhje këtu te pjesa poshtë. Me ishin shumë të rehatshme në trup, shumë të lehta si material. Edhe i gjeta me 10 euro. Do desha të jenë më të fryra mbase akoma, por të paktën këto i provova dhe mora numrin që duheshe. Shpresoj t'ja dalëm tani të shkojmë të ndrojmë këta fustankën e të bëjmë gjithë të gjërat e tjera që duhet. Këto janë planet e ditës, e mbas vites. Çuditërisht jam e para që begati në familje, kështu që po pres të tjerën dhe ndërkohë që po pres, desha t'ju tregoj gjetjen time të fundit në supermarket. E kishit juve në Shqipëri, që kishte në formë byzylyku edhe këtë që është varse, edhe janë gjërat më unhealthy në botë, por që nuk mundem të ndaloj veten nga të blerurit, sepse më kujton fëmijërinë time.
ta marr me vete tani kështu në makinë. Apo nuk i shkon një graje 31 vjeç. Po brenda vetes unë jam e vogël. Neve jemi tre shoqe. Na. Motrës time idhem kokë. I dash një depon, do bëjt mirë zemra motrë. Vendosëm si përfundim që do nisëm e xhiron me supermarketin, sepse sot është e shtunë mbyllet në orën 8. Pastaj do irëm në dyqane. Apo do marrëm kafe mirë. Nuk kuptova. Po unë e kisha marr. Ne marrëm Chelsea. Unë do e ndroj fustanin, po me imagjinatën time, sepse çalëm bash me çantën tjetër dhe nuk e mora si përfundim. Edhe një herë këtu brenda. E mora. Tani kemi të gjitha gjërat që duhen. Kafja erdhi, arriti, si gjithmonë nga Mikelka. Është shumë serioz babi kur sjell kafen. Po mos pirë kafe sa për syt, nuk mendon mirë, nuk qesh do. Ka shumë gjëra. E vërtet. Supermarketi sot që nga full, ekstra full, nuk rrit këtu brenda. Edhe neve jemi te seksioni frizerit. Si një koqire të vërteta që jemi. Edhe Leana gjeti kynefe. Luka një kopitakjat më pëlqejnë vallaj. Ti bëjmë për në nesër në plazh. Mami, morëm Luka një kopitakja edhe kynefe dakja. Erdhëm edhe në dyqanet, e si zbritëm nga makina, u ringjitëm në makinë. Faktikisht para sa të nisëm nga shtëpia, tha mami, do i gjejmë të hapura, më duket mbyllen në 8. Ne Leana e shef te Google e thoshte që mbyllen në 9. Tham okej jemi. Ora tani është 8. Sa arritëm neve, parkovi babi direkt jashtë Berçkës se kishte vende. E tha i xhaxhi ku shkoni? Neve mbyllëm. E tha Leana, po unë pas në Google në orën 9 sot që mbyllen. E tha i jo do e kesh parë keq ti në orën 8 mbyllëm. Hape Leana telefonin ja tregon aty thoshte ora 9, siç e kishte parë thaj nuk e di pse thotë ashtu, po gjithmonë në 8 mbyllëm. Nuk e ndrova, por s'ka gjë, ose të hanin, ose do e ndroje Leana edhe do marr diçka për vete, nuk ndodhi gjë. Edhe tani kemi kohën tonë të lirë. Supermarket hall këtu nga Athina. Sa mund të kem bërë në supermarket hall këtu? 1, 2. Po të vini në Greqi, provoni këtë Amiten Motion. Like është shumë e mirë, është greke më duket. Në përgjithësi më duket që marka Amita është markë greke. Por shkruan Coca-Cola, i ka bler Coca-Cola. Crispis me susami. Kush i ha këto? Hajde burrnesha motrës. Maska për fytyrën që ble në përgjithësi kur shkoj me mamin e babin që të mos paguaj. Kota 23 vjeç. I ble kur i paguan bab. Tani juve dini që unë shkoj kryesisht te ëmbëlsirat e te patatinat. Edhe vajtëm te biskotat e më tha mami, dëgjon Leana. Shef mami këto biskotat e më thot, me këto të kam meritur kur ishe në barkun tim. Thash mami nuk ka shans. Ti ta haj Oreo kur ishe me bar me mua në 94. Po i sillnin këto në Shqipëri thoshte mami, ishin e mbajnë bendun nda e zezme të bardhë. I thash mamun ti ishte zezme të bardhë, po nuk ishte Oreo, ishte një biskot e zezme të bardhë. Do ju bëj sugjerimet e mia personale të trupit tim personal për ju që do vini në Greqi këtë verë. Ruffles. Merrni këto Ruffles barbecue, fantastike. Edhe këto Ruffles greke më duket janë, apo ja fuskotani. Produce të Athens. Po, greke janë edhe rap. Ka shumë marka të mira Greqia për snacks. Edhe nuk është thjesht që ja mësuar unë, janë realisht shumë të mira. Janë thjesht budallavike që han motor. Dhe ti e han Ruffles. Unë patatina nuk haj kur nuk jeti këtu. Këto janë ato që po ju thosha, lurja si tip buke që marrëm. I merr të përgatitura babi, i fut këto në air fryer, janë super gat. Unë i zbulova këto, sepse shkoja çdo mëngjes mirja kështu kuluri në furrë. Shumë herë kjo furrat që kemi këtu afër shtëpisë, kishin të ftohta ose kishin shumë të ndenjura, nuk më pëlqenin. E pastaj rastisi që vajta në supermarket i pash thasha, prit ta provoj ti pjek një herë në shtëpi, edhe janë super sepse sa dalin të ngrota edhe janë edhe të freskëta. Morëm këto bëjmë për nesër për në plazh me salcice. I like it very much. Mos ju them që po ma haj tani. Edhe mua më hajt buk. Këto Doritos 3D për babin, edhe mua më pëlqejnë. Të njëjtat gusto kemi me babin, pak a shumë. Molto ja ime preferuar Champions. Nice, un kam të preferuara çdo muaj të tjera, po gjithsesi. Banane. Tha mami, çfarë fruta don? Sikur ha un frutën, po të kem patatinë çokoladë, as nuk i mendoj fare frutat. Ative këtu jashtë, apo jo? Patate fshati shkruan. Thjesht i skuq, mund t'i fusësh në furrë, thotë në air fryer edhe në tigan. Barilla kështu normale, barilla pene integrale. Por më habitën këto penet se po shkoja të lexoj këtu ingredients. Edhe janë të shkruara në arabisht, jo në italisht, jo në anglisht. Do ma. Jo, edhe nuk më pëlqen maku në Greqi, nuk më shijon fare, edhe nuk e dua që kur pësova ata. Njerëz unë nuk e ha me McDonald'sin që kur u filmova, nuk më mban me. 2 herë kemi marr mak këtu në Greqi, të 2 herët në Kazan Barko. Morëm deodorant, një me koko, me dragon fruit që më pëlqen më shumë. Qumësht, e pastaj ka pafund Monster e Hell që i pi babi këto. I kam thënë 1000 herë ti prej sepse pin edhe një në ditë, 2 kafe në ditë, një të këtill në ditë. Nuk janë gjëra të mira për trupin. Nuk më dëgjojnë. Dikur isha unë e vogël e më shanin ata mos hak shumë mos bëj kështu njërin tjetrin nuk i dëgjoj. Ata nis më dëgjojnë ata të dy s'më dëgjojnë. S'kam çfarë bëj. Në këtë jetë çdo njeri zgjedh për vete dhe duhet të dyroj konsekwencat. Do kenë këto zgjedhjet e vendimet. Morëm edhe këto pjeshkat. Të gjitha këto diku te 67 euro. Dallalli që kemi marrë kryesisht se nuk ka mishra
apo verdura, apo peshk, apo njërin apo tjetër. Është bërë shumë i shtrenjtë supermarket, si në Greqi, si në Shqipëri, si në Itali, kudo. Kjo i quhet inflacione. Qa bere me ma? Mami fillovi të bëj deme, sepse morëm këta te Jusku dje këtë rafkan, po kjo është 7 euro, që i bje që duhet të jesh shumë i kujdesëm se nuk duron, kjo gjë plastike fare. Mami mbush aty e mbush, ja, ju thyeve në këmbët. Nuk u thye ndolën, po vendi. Hangrëm sufllaqe në makinë unë me motrën time, morëm Nadian edhe Devin edhe kemi erdhur tani të pim bira. Ndërkohë bira tona, një Coca-Cola edhe një me limon. Hajde gëzuar. Eleana me Devin kanë marrë birat se janë burrat e kësaj shtëpie. Birë me limon. Mirë mëngjes nga dita tjetër, jemi nisur për në plazh, sa po bërëm stopin ton klasik për të marrë kafen. Kemi marrë neve Nadian, kemi dërguar mamin me Dajan, se Daja është vetë në makinë, e të jemi më rehat, e po nisemi për në kineta. Ndërkohë dje, u realizua koncerti i Kanye, cilit ju dhanë 4 milion nga fondet e emergjencës të shtetit, që normalisht do i përdornim për fatkeqësi natyrore, por mbas edhe koncerti i Kanye ishte një fatkeqësi natyrore, edhe neve nuk arrim do të kapëm vizionin e kryeministrit ton, sepse nuk kemi aq para. Gjëja më e trisht është që ishte mbushur stadiumi me njerëz. Do desha të di pak edhe ai stadiumi me lekët e kujt është ndërtuar, edhe po janë dhënë fonde të tjera për ndërtimin e atij stadiumit. U ndërtua për këtë edhe do e rirëzojnë, domethënë për një tek pullnate u ndërtua. Kisha një shpresë që nuk do shkonin njerëzit, base ishte shumica turista. E tani turistat s'kan punë me ne, por 1% e vogël do ishin edhe shqiptarë, se s'ka mundësi. Do t'ju them, jemi shumë egoista, ju që ishit shqiptarë në vend që ta bojkotoni, edhe do një rregull duhet ta vëmë mbrapa kauzave të mëdha në përgjithësi. Mirë do ishte, sepse për ndryshe nuk hecet para vetëm ego. Edhe tani të më thuash vajta të shikoj art, përsëri pak e trisht, se po flasim për një njerëz që ka bërë pafund skandale, që del me bluzën me simbolin e nazizmit, ka bërë një këngë që quhet Hi Hitler. Ku është arti në të gjithë këtë mes? Nuk arrit ta kuptoj. Dhe atje është perceptimi im i gabuar, edhe nuk e shoh gjithë ata art të madh. Bas, shumë e trisht ishte për mua të shoh një stadium plot, sepse disi kështu mbështetni vjedhjen e lekëve tona. Ato 4 milion euro vallai, base them unë, do mund të kishim përdorur në për spitale, shkolla, në institucione të tjera publike. Kishim dhënë në ndonjë jetimore për ata fëmijë që nuk kanë babë mamë. Do kishim mundësi të bëjmë 1 milion gjëra. Ore edhe sikur t'ia falnim një shteti çvuar, Gazës për shembull. Prap nuk do i quaja lekë të hedhura në plera. Edhe ky është mudi për nisën tonë në plazh. Ne erdhëm kryesisht që të kemi ato pemët aty, si hije. Po si përfundimi ishin të zena të gjitha vendet, edhe po vëm vet umbrella, babi ka marrë me vete 2 umbrella, Nadia ka marrë me vete tendën. Shumë e mirë kjo tenda, më pëlqen. Është shumë e mirë kur nuk e bëj unë, po është e vërtet, po nuk di ta bëj, të dua nuk di. Eleana ja ka marrë dorën sepse këtë tendën e ka Devi, edhe këtë përdor Eleana me Devin kur i kanë në plazh. Unë shkreta, nuk shkoj në plazh. Ky është halli. Po si me shkret me 2 prindër e me një motër që ke shkret. E vërtet, e vërtet. Një njerëz shkret është një njerëz që është vetëm. Masi harovi kushuriri Klajdit, këta nuk duhet ta përdor si shprehje, po më ka ngelur. Kjo që ka shumë e madhe. Umbrellën këtu e kemi që kur jetoja unë akoma në Greqi. Kjo është umbrella më e re që kemi marrë. Plus po presim të vinë të tjerë të cilët do jenë. Gjergj Maxi, Vjolca, Manuel, Liana, Bruno, mami, Daja. Afta, si të duket tenda? Very beautiful. I like it. Uji është perfekt, ka temperaturën perfekte, nuk e fare ftohtë kur hyn brenda. Unë nuk jam shumë e ujtit, të them të vërtetën. Nuk rri me orë të tëra, po sot kam hyrë gjatë 2 herë, edhe kemi ndendur mjaft shumë brenda. Kemi erdhur me sa duket në një plazh që është për shqiptar, se që nga plot shqiptar, nuk jemi të vetmit neve. Bisha atje është duke bërë kolacione, po han mëngjesin e vet. Babi ka marrë ngjyrë, ka bërë nxirjen klasike të punëtorëve. Manueli me anën ka fryr sabin edhe risim mret. Këtu kemi një peshkallqen që ka dalë jashtë. Të më thuash, pa ajo që ke në gjoks, është një luan apo është një ujk? Këtu kam një ujk, këtu kam lule. Këtu ka filluar konsumimi i birës, ndërsa motra ime është goxë e mençur, e po lexon, sepse është intelektuale. Ora ka vajtur 3. U çuam sepse edhe nuk rrihet në këto orare. Mua më pëlqen të shkoj në det në mëngjes herët ose mbasdite. Nuk e që kam vajtur shpesh herë mbasditet, se në përgjithësi preferoj mëngjesin herët. Nuk e kam problem të zgjem në orën 6 të tipit edhe të ik në plazh. Dhe vendosëm kështu familjarisht siç ishim, shkojmë të hajmë mish, sepse njerëzit normalisht shkojnë në plazh dhe hajmë peshk, por ne jemi shqiptar të vërtet, jo nga ata që hajmë peshk. Shumë bukur ja kaluam, kujtova kohët e vjetra, pivëm me bira si burra aty, pim bira si burra aty, pastaj u zum. Edhe para se të zihemi
thash una, kur do zjeni se më ka marr malli, kam kohë të bëj mbledhje familjare kështu të zihem. E më tha mami, prit e pak, prit. Gjysmore kaloi edhe u zum. Shumë bukur ishte, u kënaqa. Nuk u zum të tipit u vram. Ishte ngritëm çik zë. Po, ngritëm pak zërin. Po këto kam familjet, kështu funksionojnë. Elianën zjemi çdo ditë në mëngjes u zum. Po prap duhemi shumë, e kam shpirt. Ore, jape mu shkrin time, ja jap, po ta ket nevojë. Po një gotu jo. Detyruam Manuelin të na sjell në shtëpi, sepse ata të tjerët kanë filluar me bira e nuk e ditë kur mbarojnë, e të futemi të lajmin e të paktën. Dho, flokët e mia janë shumë të bukura mbas plazhit. Mbas plazh. Për ty dashur. Aha. Na 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 na. Kaloni zonjë dashur. Unë kam thënë që do hyj e para të bëj banjë. Po, kur ti e para të bësh banjë. Se çdo herë zihemi dhe kush e thotë e para, hyn e para. Po, si kalamaj 5 vjeç bëjmë. Kush kujtet ta thotë e para, ashtu bëjmë në çdo pushim. Do hyj e para. Tjetra thot, mirë. Nuk e besoj si iku kjo java këtu në Greqi, realisht nuk e besoj sot bëj një javë që jam këtu. Nesër kemi kthimin në shtëpi. Nga një ran gëzojmë sepse do shoh burrin edhe lushkaqenkën time. Nga ana tjetër trishtojmë pafund sepse po le të gjithë këtë gjë që po le. Dhe ndiem sikur fluturovi koha. Duhet të bëj edhe check-inin për pak që hape. Dhe thash kushurimve, pastaj të vinë këtu, të mblidhemi në Tarac, që është nata e fundit. Ta mbyllim ashtu si e hapëm pak a shumë. Sepse nuk e dihet kur i kthem. Edhe herën e fundit që erdha këtu nuk prisja që do kthesha kaq vonë, po ja që ndodhi. E prap nuk e di si do shkojmë plan. Nga ana tjetër duhet të bëj rinovimin e kartës të identitetit greke, sepse kemi kartat e identitetit greke të vjetra, edhe duhet i bëjmë në formën e re. Kisha parë që ta bëja tani që erdha, por nuk kishte data për të rezervuar, ishin të gjitha full, se po e bëjnë të gjithë. Në datën 3 gusht dalën jashtë përdorimi këto kartat e identitetit të vjetra. Un kam pasaportën, kështu që nuk më intereson tepër, mbarabart mundem të lëvizjem, domethënë. Por mirë është ta bëj, kështu që duhet të shoh kur do ketë përsëri data të lira, që të pronotoj të shoh edhe bileta të pres. Në mëngjes pas bardhur drita, dëgjova një zë u ngrita. Këtu mami ka përgatitur brum që të na bëj pica. Nuk e di po ja u kam thënë ndonjëherë që mami bën pica shumë të mirë. Më pëlqen më shumë nga të blerat, mbase sepse bën me brumin e lakrorit. Faleminderit që do na bësh pica edhe nuk të lam të shlodhesh një të diel që do mundesh të shlodhesh. Si është gjendja jote psikologjike? Sepse nga flokët do thueshe që nuk e shumë e mirë. Jo mirë. Fjete? Jo shumë. Po në ty të pyeta do flesh. Çfarë më the? Jo. Pastaj ç'a bëre? Isha në sallon vetë, s'kisha që të bëja, jo nuk zjohesh, e të erdha ndon prap të shikoj mos zjohesh, nuk u zjove. Edhe prap në sallon, fjeta pati 20 minuta, pastaj erdhet në zjove. Në më thënë kohë që sa u mundova të flej gjom që vetëm më ka bërë këtë efektin e gjomit që kur zjohesh nuk je mirë. Me thënë edhe s'kam fjetur edhe kam... Efektin e gjumit. Në mëngjes pas bardhur drita. Do më zjohesh pa kuj. Jo. E dua gjysmë të ftohet nga frigoriferi, gjysmë nga Nuk do e bëj, kot sa po më jep sjarime, nuk do ta sjell. Kush do ik nesër? Kush do të çojë nesër në aeroport? Unë. Kështu që më sjell një gotë të lutem. Pastaj ku do shkosh? Mbasi më çove në aeroport, ku do shkosh? Ku do shkosh pastaj? Mikonos. Mikonos. Na 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 na. Tova të vish në Mikonos nuk desh. S'kam lek. Mirë të bëhet. Po ti e di që unë s'kam lek. Unë të ftova. Do mund të mos shkoje. Ti gjithmonë kështu thua s'kam leka, pastaj ke udhëtime në... E po se kam udhëtim në gusht, s'kam lek. Mos kisha udhëtim në gusht. Kisha udhëtim në Bali edhe nuk erdhe, të ftova edhe në Bali, më the jo s'kam leke, tani mbyll, tani gjeti lekët e kem prontuar udhëtim në gusht. Nuk e di ku si qyshte. Po gjeti Klajdi punë edhe? Po, gjete lekët sa i ka unë për udhëtim. Motra, Do me thënë, nuk po i thua mirë gjarat. Po. Kishim thënë që në gusht dhe iknim një udhëtim diku që nuk po i them që mos më na marrë mësysh. Okej. Kishim thënë që do shkonim. Ta hap derën. jo. Çfarë i the motrës? Si e çmendo, çaka? Është gjendja e saj psikologjike që pasqyrohet. E ka nga ajo që do ikish nesër. Po, edhe që do ik në Mikonos pastaj. Pastaj në Mikonos. E. Po, kishim të shkem një udhëtim bashkë. Edhe Klajdi do ndronte punën atë periudhë, por akoma nuk e kishte ndruar punën atë periudhë. E të thash unë, kur Klajdi do ndroj punën do mund ta prenontojmë. Por nuk e dija kur do e ndronte punën, por deri në atë moment ekzistonte një pasiguri ekonomike. Jo, ti më the, pronotoni ku të donit se nuk do shkojmë si vjet udhëtim. Jo, të Më thash. more në telefon. Jo, e më the, po më stresoje kokën
kokën çdo ditë më mirë më thoshe pronontojmë, do shkojmë, do pronontojmë, Se udhëtimet të larta nuk pronontojnë 1 muaj para, duhet pronontuar 5 muaj para që të gjesh bileta të lira. Motra ime nuk mundesh të prononte, unë i thash. Kisha faj. Unë që nuk mund të isha të pronontoj. Unë kisha faj që pronontova në Bali. Unë nuk thash që ke faj. E të thash, vajti kështu muhabeti që juve vajtet në Bali. Kur ju vajtet në Bali, Klajdi gjeti punën e re. E tani mund të prenontojmë. Edhe në mikun nuk vin. Po udhëtim me burin tënd mundesh të bësh, po me motrën tënde s'bën dot. Unë këtë di. Ti çfarë bën kaq e bukur? O Irini, nuk don të dalësh, a? Irini na ka sjell ëmbëlsira në shtëpi, këto janë kokaqja, më pëlqejnë tepër, edhe nuk i gjej në Itali. Në Shqipëri i gjej, por nuk kanë shihen që kanë këtu të Greqisë. Plus na ka sjell te që më duket që është një biskot gjigante, bruki, domethënë ku ke edhe një gjë tjetër. Edhe kjo makullore lart do jetë fantastike. Kjo këtu, edhe kur nuk do, më bën të humb prap. E kemi keq muhabeti. Pica ka arritur është e treta, 2 kemi ngrënë këtë, nuk po e përballojmë dot ta hajmë. 6, 20 e pak vjeçar, edhe një 31 vjeçare turkës do e dëgjoj, vendosen orën 11 të darkës, se s'brisëm në lagje të luajmë fshehurazi. Kështu më tha mami quhet. Në trurin tim kjo loja lidhet me këngën hapa, dallapa, kush është e mbrapa, po mbasi është vetëm te truri. Unë me Nadian do jemi ata që do kërkojnë gjithë të tjerët që do mçifen. Tani do shkojmë të shohim kush do janë limitet, që mos të i kalojnë limitet. Edhe ata do mundojnë të më qifen sa më mirë, pa e kuptuar në ku janë. Përse po e bëjmë këtë? Mos më pyesni, na u duk shumë fani në trurin ton, edhe nuk kemi pirë alkool, nuk kemi pirë asgjë. Mund të isha 6-7 vjeçare fundit që kam bërë këtë gjë në jetën time. Shpresoj të mbaj mend si bëj. Doni të më thoni si do ndajeni. Ana me kë do jetë? Mirë, ti nuk duhet të dish asgjë, ti kërkon. Fillon tani llojen. Po vrapon tani të gjejmë një. Si thot mo Elana? Ti brenda. Shko. Zëra gjej, na kanë vënë 3 minuta derisa të fshihemi, edhe pas do presim të na gjejnë. Unisëm, ju nuk e di çfarë po kërkoj të them të vërtetën, se nuk e di ku mund të më qifen. Edhe i thash Nadia, kur të shohim pozicionin në telefonin e tyre, i thash që t'i gjejmë direkt, por i kishin mbyllur pozicionet. Ku mund të jeni? Këtu kemi një parkim të një shtëpie, mund të kenë hyrë këtu, ku e di unë që s'kan hyrë këtu. Shumë pemë, do mund të ishim qefur në pemë. Jam fshehur në një që është që rregulloj makina. Ishte mbyllur, se ora është 11 e natës. Bëjnë servis në makina këtu. Edhe ka 4-5 makina të parkuara këtu jashtë, edhe ne jemi fshehur mbrapa makinave. Kanë erdhur njerëzit që e kanë këtë vendin, edhe hapën derën dhe na shikojnë të ulura poshtë, na thonë çfarë po bëni? I themi ne, po luajmë. Po shihemi nga shoqëria. E na tha, mirë, se mos keni merak se si themi ne ku jeni. Edhe ndjem super turp, mirë që jam e palyer, edhe shpresoj të mos duket mosha ime, se do thon këta, 23 vjeç goca, edhe luan në perukë lojë me shoqërinë. Do thon ka lajthitur nga trut. Turp. Makina e ti me motreje, nuk shoh njeri brenda. Nadia thot duhet të kishim marr patina me vete. Manu na merr në telefon e thot un po ju shoh. Ore ka hypur në donjë pemë. Manueli me Devin janë si majmunare. Ose pastaj na bën rage bait edhe thjesht na merr në telefon që të thot që na shoh që të na ngatroj mendjen. Këtu ka një shkollë. Un shpresoj që nuk kanë hyrë në shkollë, se po kanë hyrë në shkollë, unë nuk mund të hyj të gjej ata. Si përfundim, çunat kishin hyrë të shkolla, siç ju thash, isha e sigurt për këtë. Edhe del Devi më thë të shkolla ishim, po nuk mund të hyj una, o majmun, nuk munde. Mundesh, po nuk do. Gocat tani. Jam qefur mirë, s'po i gjej për mazallat. Nuk na gjetën, e morëm Nandin në telefon, që u mërzitën. Edhe të dalin. Me thënë loj koti. As nuk din të gjejnë, as asgjë. Ne kërkuam, u skuqëm, na gjetën njerëzit, liha kjo kot, mos na gjejnë. Gocat nuk i gjetëm, thjesht dolën, u lodhët. Unë morë Nandin në telefon i thash, do na gjeni apo të dalim? Por neve erdhëm atje ku ishit. Jo. Si jo, kaluam nga të gjitha vendet. Unë me Nadian humbëm, për çunat e kisha imagjinuar që janë atje ku ishin. Po prap nuk i gjetët. Nuk futeshim dot. Nuk i gjetët. Po, humbëm unë me Nadia. Ti si u ndjeve që të pan rob në rrugë? Mirë, në fillim pak turp, pastaj më kalon. Ja duhet nuk ju gjetën. Jo i tham. Bravo, fituat. Motra po përgatit këtu robat për Mykonos. Ke marrë gjatë 2 fustane rezervë ndihem. Dëgjoj pak. Kjo është fustani 3 rezervë. Këtë marr. Kjo është simple. Kjo të ri shumë bukur. Ngjyrat janë pak. Thjesht nuk e kam veshur kur atë. Edhe është House of CB. Meri të dyja ti kesh rezervë edhe shef atë ditë. Motra, do desha të kem jetën tënde kaq të vështirë, që duhet të zgjedhësh outfite që të shkosh në Mykonos. Të them ku do shkosh në gusht. Po ti vajte xha në Bali. Ti vajte xha në Bali. Vajte xha në Bali. Unë në
Mikon apo shkoj thjesht sepse kemi shtëpi të rim, se për ndryshe nuk do shkoj në Mikon. Shka shtëpi në Mikonos? Mësoni të vlogu im. Ta them unë tani. E vërteta është që motra më tha të shkoj me ata. Edhe e mendova për një moment, por sepse përmontuam udhëtimin e gushtit, nuk mundem të bëj shpenzime tjera. Motra është në atë moshën që nuk ka të mendoj kastet e shtëpisë, drita, ujë njëra e tjetrën, kështu që mundet të harxoj 2 lekë më tepër nga ato që nxjerr, që të bëj qefin e vet, sepse është mosha e duhur për ta bërë. Ndërsa unë duhet të mendoj shumë gjëra tjera që motra s'duhet të mendoj tani, po do i mendoj më vonë kur t'i vi ora e asaj. Prandaj thash, erdha këtu, harxova lek, do duhet të shkoj në Shqipëri sepse kam punë, edhe do duhet të harxoj lek. Do ikëm edhe në gusht me udhëtime, e do duhet të harxoj lek. E thash, e di çfarë, nuk është momenti të japësh heca të tjera që të shkosh në Mikonos. Do dal një rast një herë tjetër, mbase, me shumë mundësi, mbase edhe jo, nuk i diet, si ta kem të shkruar në këtë jetë. Por s'ka gjë. Kemi lënë picën të hashre, se nuk ka ngre picën, ke stresin që o bobo, që gjithë këto fustane Pepper Mayo super yll. Po unë atje po shkoj për 4 ditë. Po çali e ka? Nuk di e ka fustan të zgjedhësh më përpara që janë njëri mbyll se tjetri. Unë kam nevojë të qetësoj. Ke nevojë të bësh pushime nga pushimet motra. Duhet të bëj pushime nga provimet. 2 provime nuk dhe. Sa po arritëm në aeroport. I erdhi fundi e këtij udhëtimit. Është mirë të vinte fundi edhe direkt nga aeroporti të transportohesha në Itali. Por tani në aeroport duhet të kaloj një 2 orë të mira të jetës time. Ka u djegur në TikTok. Dikush mund të thotë lexoj një libër. E bleve, pse jo? Nuk më inspiron vendi që të lexoj. Idealisht do desha të kem një njerëz që të mundem të flej gjumë. Po tani që jam vetë nuk mundem të bëj as këtë. Ja su motra. Sa parita, nga dërguar mesazhe Klajdi që po më pret. Faktikisht mendova që do vonojnë, sepse sot është e hënë dhe punon Klajdi deri në 6:30. Mendova mos vi nga ora 7:30, se duhet një orë derisa të arrish këtu, po pas ka dalë nga puna pak më herët. Isha me Ryanair, edhe besoj e kemi dëgjuar të gjithë atë që ka ndodhur me Ryanair këto ditë me dritaren e thyer, ndërkohë që aeroplani ishte në fluturim. Shqyr zotit më dhanë tulem Kargenanash, numrin D. Na kam futur frikën tani edhe me këtë, do më thash njëherë ndodhi, por haha, nuk e di. Kur kësaj jeta shpejt mund të ndodh hera e dytë. Bembur, Pres grua. si dukesh? Mirë, ti? Vjen e ulet te vendi mesit që thoni një grua shqiptare. Pisa shuni shanash. Edhe mungon të kome një passenger te pjesa e dritares. Kjo gruaja vjen, ulet në mes. Do me thënë që e din që vendi i saj është në mes. Është e qartë. Pret pak shef që nuk vjen njeri dhe ulet në dritare, por çantën e let te karrika e mesit nga poshtë, e kupton. Edhe vjen goca që do uleshë në dritare kishte atë vendin. Ajo e shef po nuk çohet. I thot goca është vendi im. Ja tha në greqisht. Kjo ja kthen në italisht. Tu, ma e qua? E tha ajo goca vendi im. Edhe pastaj u çuaj dhe ul në mes. Tani ti e di shumë mirë që vendi jot është ai mes. Si bën këto lojrat? Nuk e kuptoj pse të marrën vendin e tjetrit. Meci s'bën e fratello. Tani po i desh ata vendin ose paguaje, ose mos bëj këto skena të këtilla. Mua më japën shumë bezdi njerëzit që bëjnë kështu. Një gjë që nuk është e jotja, nuk është e jotja. Pranoje dhe hec me jetën tënde. Kjo po shtërsia. I don't like it at all. Pastaj sa paritëm, sepse ishim te vendi fundit fare. Do të thënë isha e para që do dilja. Në italisht më foli, më tha, "Show, më thatë se do dalëm." E i thash, "Nuk është hapur dera, unë do pres të hapet dera." Tha, "Po do vinë shumë njerëz këtu tani, do mblidhen." I thash, "S'ka problem." I thash, "Unë kur të hapet dera do çojmë." Edhe i thash, "Po doni juve të kaloni, kaloni." Më tha, "Jo, s'ka gjë pres." 2 sekonda priti, u çoj dhe kalove. Vajtje para të rritet dera të pres të hapet. Të dale para nga të gjithë. Ore, edhe 80 vjeç të bëjmë prapë dhe e kuptoj këtë gjë. Të nuk fut në të njëjtin autobus që u fut edhe unë që ndejta e ulur. Nuk është që shpëtovi diçka. Çu çoj dhe priti në këmbë. Kojmë takojmë Lushkën e mamit. Prit se ke një mushkojnë në ballë. Oj Luse! O gjatë me mami, o zëta më ka marrë malli edhe mua për ti me Lusja hi. Edhe mua me Lusja. Shpirti mami, gjithë. Mirëmëngjes, është dita tjetër. Kam bërë gjithë ditën punë. Jam marrë gjithë ditën me shpinë, edhe duhet ulem të editoj tani në këtë pikë të jetës time, që të arrit të dalë kjo video në kohë, por nuk mundesha të ulem të punoj derisa të qetësohet mendja që gjërat janë disi në rregull. Përveç të tjerave, më kanë arritur e pafund pako në këtë shtëpi dhe disi duhet të filloj të bëj unboxing, ti hap që ti laj të mundem t'i përdor. Prandaj Shein haul me roba banjo. Edhe janë kryesisht roba banjo të motrës time këto, jo të mijat. Do ju tregoj çfarë zgjodhi Eleana. Shumë e bukur kjo. Nice. Edhe ngjyrat më pëlqejnë, edhe këto gurat që ka këtu. Janë nga kjo marka Mjuzera. Kështu duket pjesa e poshtme. Mendoj do ishin më të vogla, po janë okay. Pastaj ka marr këtu, edhe kjo ngjyra I like very much. Me këto të poshtme të veta. Edhe këto battery yellow që ka dalë shumë në mod. Edhe këto kanë edhe pads brenda me të poshtme të tyre. Këto më duket I ka marr unë. Desha një palë të bardha me gjingla mingla përsëri. Edhe kjo është pjesa e sipërme. Eliana mori këtë që e mendova
edhe unë ta marr, po thash ta shoh njerëz si do Aria jo Eleana, se pastaj e porosis edhe unë, që është një pareo. Mos ju them që mund ta veshësh edhe sipër pantallonave se ka dalë tani në mod, jo vetëm për një beach bar ose në plazh. Kemi këto, të mëdhaja më duken këto të sipërme. Eleana do jenë më mirë, më duken të mëdhaja në krahasim me trupin tim. Me këto, pastaj unë mora nga Mjuzera Toro Babanjot, që kanë edhe këtë detaj gold, me këto të poshtme, shumë të bukura. Edhe mora këtë pareun që t'i kombinoj, i gjatë deri në fund të këmbëve, ka edhe këto si frufru këtu si detaje. Dhe po të njëjtën e mori Eleana thjesht në ngjyrën e zezë. Një 3-piece set, ngjyra shumë të bukura këto. Ua, me këtë pjesën e poshtë me kështu. Edhe kanë edhe këtë sorç, mini sorç. Për seria po janë dy pattern ndryshe. Është realisht shumë cute. Edhe kjo është pjesa e sipërme, që në mes lidhet bet fjongo. Këto ishin të gjitha. Do ju kem lënë edhe kod me ulje në description box që të blini edhe ju roba banjo. Ju ka ngelur shumë pak kohë faktikisht para se tari gushti. Edhe them që diku këtu ka erdhur ora t'ju le. E ne do shifemi si gjithmonë te video e radhës. Mua.